Një kombinim i dëmshëm mes shtetit dhe naftarëve është shndruar në një grabitje të pastër ndaj qytetarëve të Kosovës për shkak të rritjes jo normale të çmimeve. Dokumente faturash dhe emaila të brendshme të kompanisë Ipopetrol, që ka siguruar Vox Kosova, nxjerrin manipulimet jo vetëm nga ata që importojnë dhe shesin naftën, por edhe nga Ministria e Tregtisë, pra qeveria. Ishte data 2 mars kur çmimi i naftës filloi të ngritej në Kosovë nga 1.22 cent në 1.25, në 1.30 e deri në 1.44 deri më datën 4 mars. Pavarësisht se nafta ishte tashmë e blerë e gjendej në stok, çmimi rriti deri në 3 herë vetëm brenda datës 3 mars në kompaninë Ipopetrol, ani pse kompania akoma nuk ishte furnizuar me naftë të ri më të shtrejtë. Pra 10.30 në mëngjes, 15 pasdite dhe 16.15. Të nesërmën, 4 mars i rastis të jetë data kur Ipopetroli furnizohet për herë të parë me naftë të shtrenjtuar në bursa. Pra kompania në fjalë, për të paktën 30 radhazi, ka operuar me çmim super më të shtrenjtë, ani pse naftën e kishte në stok të importuar me çmimin e lirë. Dhe qartazi tashmë e dini se këtë ka bërë bashkë secila kompani, sepse çmimi rritej te secila njëjtë, përkundër se kishin naftë në stoqe. Kjo faturë është e datës 4 mars. Në të kompania Ipopetrol furnizohet me 32.050 litra naftë, për një vlerë prej 27.788 dollar amerikan. E përkthyer në kosto reale me euro, një litër naftë del 80 cent, pra çmim bazë pa asnjë taksë të shtetit. Por çfarë ndodh më pas? Mbi këtë çmim shtohet akciza që është 36 cent për litër, dhe menjëherë mbi këtë shumë aplikohet edhe TVSH-ja, 18%, duke i quar çmimin në 1.38 cent për litër. Kësaj shifre i shtohet edhe fitimi i lejuar prej 12 centësh, i njohur tashmë si tavani i mimoza kusarit, duke quar çmimin final në 1.50 cent për litër. Por pas kësaj blerje, kompania jo vetëm që nuk u ndal në 1.50 cent, por e rriti çmimin tutje deri në 1.52 cent, më pas edhe më shumë. Për t'i paraprirë dallaverave që siç duket dihej se do të ndodhin, para datës 4 mars, më datën 3, pikërisht në ditën që nafta po shtrenjtohej 3 herë brenda ditës, drejtori i operacioneve dhe marketingut ju shkruan punonjësve të pompave një njoftim shumë e rëndësishëm. Nëse keni inspektime nga Inspektorati i Tregut, patjetër se duhet të kontaktohet edhe Zekim Istogu. Tjetër hap shumë i rëndësishëm, të mos i jepet asnjë dokument apo kupon fiskal, pa kontaktuar fillimisht me Zekimin. Arsyetimi, fillimisht duhet ta kontaktojmë zyrën qendrore në mënyrë që të sigurojmë të gjitha kërkesat e juaja. Pra drejtori i Ipopetrolit po kërkonte që të sabotohet shteti. E pashpjegueshme është se si inspektorët kanë lejuar që vetë punonjësit e pompave të përcaktonin se kur mund të japin të dhëna e kur jo. Por kjo qartëson faktin se gjithçka bëhet në bashkëpunim. Ndërkohë blerja vazhdon. Kjo faturë është e datës 13 mars. Të ri shqipoja furnizohet e për llogaritjet e nxjerrin shifrën 1.54 cent të lejuar për treg, përderisa në këto data, të rish çmimi varion deri në 1.60 cent në për pompa, çmim që është mbi marzhën e lejuar për këto data. Ndalemi këto. Nga data 4 deri më datën 13, ani pse kompania nuk ka importuar naftë të re, kjo kompani e rrit 5 herë çmimin e naftës së njëjtë. Megjithatë radha i vjen sërish furnizimet, tash me datën 17 mars. Këtu dëshmohet më së miri manipulimi i pastër. Kompania importon 30.938 litra naftë në vlerë prej mbi 2.600.000 lekësh, siç figuron në faturën e siguruar, që e konvertuar rezulton me çmim rreth 85 cent për litër. Me përfshirjen e akcizës 36 cent dhe TVSH-s 18%, çmimi për litër arrin në 1.43 cent. Për të siguruar një marzhë fitimi prej 12 cent për litër, kompania supozohet ta shes naftën me rreth 1.55 cent për litër, por sërish kjo nuk ndodh. Po në këtë datë, kompania dërgoi emailin e çmimit të ri të derivateve, ku naftën e përcakton me 1.60 cent, 5 cent më shumë se sa del për llogaritja e lejuar nga faturat po të tyre, po për datën e njëjtë. E veç brenda 30-sh, kompania sërish e ndryshon çmimin edhe për 7 cent të tjera. Ta keni parasysh, këto centa të fituara për litër kundër tavanit të përcaktuar janë miliona euro në total nëse merret parasysh fitimi i të gjitha pompave dhe kompanive të derivateve në Kosovë. E si kur më parë, në krizat të tilla globale, ka nevojë për dorën e shtetit, ku kërkesa drejt për drejt shkon tek ekzekutive për largimin apo përgjysmimin e akcizës dhe TVSH-s, kuptohet përkohësisht. Por diçka të tillë as që e ka në mend qeveria e Albin Kurtit. TVSH-ja asnjëherë nuk ka qenë opsion në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës. Ani pse dikur për shefin e saj, çmimi prej 1.22 centësh për litër ishte i papranueshëm.
Vijojmë tutje. Çmimet janë akoma lart kur pikërisht në ditën që ministra e Tregtisë njofton se çmimi në bursa po pëson rënje. Më 23 mars, në bazën e IPO Petrollit, vjen një tjetër email, sërish shtrenjtë e naftës. Ju njoftoj se sot në ora 14:45 do dali me çmime të reja. Dizel 1,78 cent, Dizel Plus 1,83 cent. Dhe ashtu ndodh. Të nesër më në mëngjes, të gjitha pompat sillen në këto çmime. Krejt në fund, besoj e kemi të gjithë një pyetje të përbashkët. Ti ke nikur vërtet gjithë këto manipulime e një aparatit të tërë shtetror? Apo mbyllim një sy pasi aq më i lartë çmimi i naftës e importit, aq më i madh fitimi i shtetit përmes akcizës e TVSH-s? Rrjedhimisht, aq më të manipuluar e të vjedhur qytetarët e varfër të Kosovës.